Në datat 19 dhe 20 të këtij muaji, kjo hapësirë nuk do të mund të shfrytëzohet për të luajtur basketball, për të cilin sport edhe është e dedikuar. Kjo është rruga që do të përshkojnë të gjithë ata që duan të jenë pjesë e festivalit më të ri të kryeqytetit, Festivali Yt. Vetëdijsimi i shoqërisë për tema sociale është qëllimi i këtij festivali, i cili jo rastësisht është pagëzuar me këtë emër. E kemi dedikuar emrin festivalit se po synojmë që ky festival më u dediku secillit njeri apo secillit ri, në fakt, se mund me thonë fillimisht të marr parasysh që është festivali i muzikës. 20 orë muzik do të ofroj ky festival që organizohet nga kompania Unit. Të falenderu prapë duhet se komunën e Prishtinës, lokacionin ka qenë i ëndër për gjithë neve, ndoshta edhe gjithë organizatorë tjerë me marrë këtë vend, se është vendi që e simbolizon Prishtinën në farë mënyrë edhe orën e pastër të Prishtinës. Kemi arrit me marrë lejen edhe jemi shumë të kënaqur që kemi mujt me bëj sta dhe po synojmë me realizu një festival sa më të mirë për me ofru njerëzve. Ndërsa mënyra muzikore që do të ofrohet për 2 ditë radhazi do të jetë përbërë nga performues që me muzikën e tyre shtjellojnë tema kryesisht sociale. Në mbrëmjen e parë nga muzika elektronike, mysafir special do të jetë DJ Sasha, derisa në mbrëmjen e dytë, mysafir special është bendi Dubioza Collective nga Bosnia, që gërsheton muzikën hip-hop me atë rock, reggae e folk. 2 artistë kryesorë, domethënë, apo aktet kryesore të natës, ku për natën e parë kemi pas DJ Sasha, është pionieri i techno-skenës apo skenës muzikës elektronike në Britani për më shumë se 20 vjet. Tash, mas sa viteve përpjekje më në fund ardhkua me sjellë dhe Sashën këto si një super yll që është i madh. Janë drejt prej Ibicës në Gërmia Park me performu për adhurues të shumë të tij që i ka në Kosovë, po edhe në rrethin gjithashtu. Përveç Sashës, në natën e parë kemi pas artist lokal edhe artist prej Shqipënisë që kanë me performu, gjithsej do të jenë edhe 7 performues tjerë. Krahas Sashës pra do të jenë Lika Tek, Urambi, Alban Hajdini, Ledio Ciko, Minimimi edhe kështu me radhë. Ndërsa në natën e dytë do ta kemi grupin apo bendin e minjur bosnjak Dubioza Collective. Ndonë se është vetëm edicioni i parë, organizatorët e festivalit flasin për zgjerimin e tij. Me këtë festival realisht po synojmë me pru njerëz prej jashtit me vizitu vendin tonë, me jap një mundësi me po artista shumë të mirë që po besojnë vitet e ardhshme do të gëzojmë më shumë për krahje, me sjell më shumë artista të cilët edhe tërhiqen edhe njerëz prej jashtit. Draga i ka folur edhe për skenën e festivalit. Krahas këtyre artistëve që do të jenë më shumë se 10 artistë në total, do të kemi edhe një risi për publikun e Kosovës që do të jetë një 3D projection mapping, që është për herë të parë që kam realizu, edhe po synojmë del diçka shumë e mirë. Edhe pse festivali i ri, organizatorët e kompanisë Unit shprehen optimist për një pjesëmarrje të madhe. Po na targetin që ne kemi saktu vetë fillimisht është 2500 kërkesa me promovimin sa kemi fillu pa kështu online promovim edhe është u ritme të madhe, po e shohim që interesimi është shumë i madh. Po besoj që po shpresoj që ky vend do të nxjerrë se ka kërkesa edhe prej jashtë Kosovës, jo vetëm prej Prishtinës edhe pjanëve tjera të Kosovës.